Vllazni që shjeni, a jeni mirë. Fëmijët që shjanë. Po, me i dare që shpja qoni? Po, mirë be vlo, mirë. Me i dare, po ka përcej me që ata në shka i kim. Që besa fëmija po rritën si fëmi mo. Po edhe gojlet pështuhen. Na, mirë vlo, mirë. Shqyqër zotit, po, ty shpeshën. Po mirë, peqojmë dyqysh. Qati dare shka pe kemi. Me qata peqojmë deri në fund, po kryesorja ratë lakin me pas të shpia. Po mirë vlo, mirë, po kata e konë ma frik. A e ke po bereqeti, qysh është? Po, bereqet versën mirash. Mirë. Ma mirë se qera vjetë. Po shqyqër me vla, shqyqër po. Drejtën me thonë, toka jeme i Sufit, si vjetë s'ka kërgja heq. Po, a i keni nejtë gati tokës. Po si nejtët gati, edhe bereqet nuk jep toka. E valloj be vlo, edhe po edhe ju. Qashtu qysh përna kujtohet edhe neve? E po, buk apo hani. Vallaj vla, po hajmë sa po mujmë. Uj apo pini. Po e që besa edhe buk edhe uj. Bile ka jerë pja krismi edhe ati ujit cert. Po bre po, po keni edhe me hangër edhe me pi. Po, pe ati që të rrituj, nuk ja shif një harin. E kënej, po prit një bereqet prej tokës. Jo, vlazën, kështu nuk shkan. Po, dëri kur do të qoni kështu. Jeni bo, me fmi, me ndoni pak edhe për fmit. Po, dëri kur do të qoni kështu, ma? Po vla, po ki drejto. Mos e mërzit, dhe se vjen edhe ajo kohë i kthejmë më tokës, s'ka ku shkon. Po, hajde vlo, hajde se une Ibrahimi po dolëm dhe i kakatuni, shkojmë dhe i ndogoj, ta pim ka një ujtë cert se për tokën kaku. Ani më rivlasën, ani. Po kome ju me kreta jo tokë. E keni me kryte juve. Vla, hajde meq me të mira se po shkojmë na me Jusufin drejt e veni, atje duku, dilti. Hesni. Doko vlo, doko. Duku, dilti vla. Hajtë sa ju i sert, kam ju dalë për goje. E mëre këto dhaznit e mi, kursën moshën men. Ser ju thëshna, dhazni, këthe nuk ka kibla, bati hava. Nuk e morën rrugën e Zotit. Baba i kish njoftë shumë mirë. E kish di se qëfar krije kanë. Me u pas lanë tokën, shpijen, Zabelin. Krejt i këshin hangër. Pa pes kam ku t'i qoj. Inshallah, mushën mene, nisën në rrugë drejt. Hej, li se du me të vejtë dishka. Falë vla. Mojna ma betë. Shepe si që ka po ku është hojrin punës, po... Hej, shmira o brend fije këti vlavet ma. Se shaka. Falët më vla të ditën në gjami, gjithë ditën a për toka. Shka puna ti? Po hajde vla se s'kemi shka me i baj, krit e ka të ne që e ka pasha Zotin, po. Haj kur jetës në kam ja pa lezetin. Po, në dënja shka me ka dzuaj. Në dënjoha? Të vesi në dënjoha shka ke po, jem falë 5 herë në ditë. Kom punu tokën, edhe
Më kujdes për familjen. Ku nuk shkon me një edhe ty, pa zotit. Po mirë me vla. Po neve kur na vesin në do një, shka këna me kalzo. Shka kini vonë be jo dy? Jam go këtu. Të nojmë vlavin e Malë Muhammedin, a isha dojnë të maje. Unë të është në me qelin për muhabeti me ti. Shka është Allah? Edhe mati është kam rrimenja bashkë ati. Atë kujtohet baba kur e dajti tokën. Begim ka pas me të hatri. Edhe unë më tje kom menu këtë punë. Po, më ka ordëran pak me full pej ti edhe pej vlavit Malë Muhammedit. Se... Qysh, atëherë halo pa, o konë gjallë babushi. Kur ne pa do tokat. Ko gjë shumë i kalon tokat ina. E neve dëve ko gjë na kanë në qmu. Po edhe, asë njerë nuk ka pos besim neve dëve. Vaj, na është edhe ka pas drejtë, vla. Na qatë tokë që na la gjisë ndërishti e shitëm. Edhe ku e shitëm, të pi ujtë sërtë. Pa i forës në ka besu neve dëve. Pa po be vlo, po ajo është hisja jonë. Me dosht e shismi, me dosht e ndrojna, me dosht e punojna. Ajo është e jona. Po, nga këtu, ka dal na du të mja qilë këtë muhabet. Muhammetit. Se halo du të më navon hisaj neve. Po. A i qish në fillim nuk na i vakit hisa. Qatë hise, toka që pat metë. Ata po se po. Po, mu edhe dishka tjetër ata më shqetëso. Shka është Allah? Drejtën me thonë, vla, na të tretë shpije që të në gjitë e këta. Që aty në një ven. Edhe, është kam pengon edhe kjo punë. Njeri në shpit vetë do të me pas me një farat lëki. A i gjithë natën veç falet. Po, edhe e ka një farë hamam gjiki, bashkë ati, apo të kujtohet një gjame ka qelën, bashkë ka o borjem ati. Halo, lo, shka po të pengon gjomi. Në shpit vetën e ka qelë. Po, vlar, në shpit vetën, ama pse bashkë ka o borjem anena, se shifët a gje krejt. Unë jam me gru, jam me familje jam. Po, ngom këtu. Që besa është kam shkon menja, sa të rrodë sante, shkoja gjomin që e ka nena, ka borjem me tjali me një farëngjyre tjali. Pa levër, Allah. So merë me këto muhabete dhe ti. A bashkë aty të ka shku menja? Nuk e di, vla. Mu atim ka shku menja me jali gjomin. Po, ta provoj sante. E, si mos të mushët mena i vlavi Malë Muhammedi, drejtë me thonë ka me dos të shes shpirën edhe shkojnë katon tjetër. Kështu nuk shkon mu. Bili e di që jam rahat ati me grue, me fëmije, me familje, me krejtë. Valla mirë, qëtu të pas ka shku menja? Edhe unë e menu e shes, edhe unë që aty ku të bleshti, pe blej edhe unë e një, jetojnë bashkë aty edhe jetojnë shumë më rahat. Vallaj ma mirë që shto. Vla, ma s'po dërot mu. Po, gom këto. A shkojmë unë ti te veni atje, që nuk ka tha fiti dhe shkaj të nëzëm, e folëm edhe këtë muhabetin e shpive atje. Ha? Mirë e ke menu sa. Hajde. Hajde vla, të nëzëm fitin pak se nuk shkon kështu vla. Au, tha. Au, be ta gjeka fitin, ta gjeka. Serti. O, Hajde vlo, ka e kem sy kështu. Që, po shkoj në gjami mu falë. Po mirë vla, s'kive që tërpon, po tanë ditën vesh në gjami me nejtë. U lutë shu. Abe, ju këshër në punën në juve, unë punën teme. Po, hajde nëzje e fytin pak, hajde. Hajde vla, hajde. Hajde se fort e sirë këtu ka.
Zoti ju më rrodh, bre. More vllaznit e një. More zot. Udhëzoj këto vllaznit e mi sa nuk është bo vonë. Po fol bre, qka po vërtet? Jam të t'ni. S'jam me të vërtit une, po ty vesh që jam të bon. Po dhe po, mu sa në veç të mbojmë. Ha, fol, qka ki? Qu bjerë ma të buk se të cuf jam. Qu. Buk. Shko që atje ku ke pi, të dogaja, bashkë me vlavin tanë. 12 natës unë e buk me të pru ty. Une 2 herë nuk foli. Qu bjerë ma të buk, se me foli edhe një herë, te e deshka të gjonë. Qu. He më rëzot, qëtë po t'a vi, edhe i sholla tjetë në fëta e buku. I shqitët me tokë me krejt, nuk e di kur ki më mush në mente. Këtë tokë, ma ka vonë boba jem. Me dosht e punëj, me dosht se punëj. Me dosht e lanë qendë me lujtna për ta. Me dosht edhe e shes krejt, mës ma ka vonë boba jetë. Po, ta man puna dhe baba jem ta kishë zanë tokën, e kishë shqit edhe atë. A i moti e ka po që s'ka herë për ty. Unë e po thëmë, qu bjerë ma bukën, e mësëm tjerë ma shumë ma betë. Ajde qu hetë shpejt, qu! Qka ki bre? Qëra pra tjerën? Dera qelo, shka ki, qile vet derën? Po të fërë qëllë janë shenash? More mos u qu pesh se dera qelo kon, një derë mos me mujt me qelë po këshyre kam të tua as për të majnë. Derën, pse kem shilë? Këtu ka dishka. Hajde more shko bjerë flej që aty. He zotit ma roft. Ditën pin me vlavin tënë e natën vjen këtu më në nëqmon. Po hec, shko bjerë ma mirë. Ja. Para se me shkune, me fora me flet, e kam një farë ma beti me tija. Ha, qëfar ma beti pas ken këtë vakt? Ngom këto. E dhja i vlavi jonë Muhamedi që ka qenë një dollap. Te jam gjeki vetë. E më do këtë pitaj dollap, ja i ketë kënina ka borrion ato këshirë. Gjithë ditën e gjithë natën. E jam ka menoj me mordë dhe në gjire me shku mi alia që më shofa më kënej ka borrion. Po qysh more s'pët vjen mare për vlavin tanë me mendu qashtu? Bash vlavin tanë e ki tu dhe zdrejt. Edhe që aty të pas ka shku menja. Jo, nuk është punë e jotja, edhe nuk thash ti me shku me marë në gjirën e me lidë Allavi. Po ti hecë shkohe, unë e di shka vaj me lavin temë. Që hecë më sam rektë më selë barakambe. Po, menën e prisht e kish pas ki vlavi jem. Unë e kam qelë gjomin e Hamamgjikit, për mua i rosë Hamamgjiki. Dhe ky s'pun gjera hatas në shpit teme.
Po shka me bo, vlla e kam. Inshallah Zoti e drejton. Hajde vlla. A u qove a flete. Vaj, vlla. Drejtën me thonë, me njësë jam shu. Edhe ora kanë bo gati 12. Je lodh shumë vlla. Gjatë natën ke punu. Mos më konë ju dugajen aj prenari janë nën Qelsin. Po shqyqyr që ju ka juve po punoni. Ajde vlla, lek të ma bete që tash parë, zote ma shumë gose dhe ti. Dënja lëkit, duhet me e pa hajrin. Nuk I dihet kësaj. Sot jena nesë nuk jena, ma mirë, sajna gjallë po knash ma qati. Po, mire ki. Lek vlla këtë ma bete. Po ti, shka pas ke sot, dishka s'pëm dukush në Terezi. Jo vlla, kur gjo s'kam. E njofon e vlavin tem. Dikush me sabata pas ka shtremu kapuqin. Ja be vlla. Qela një dolap, e më gjik. Ta I rosët. Ama kur u qova sabale, kur pesho, zomin të këshin bo me gjyrëzes. Zot, shka nuk një njeri me sava. Me li dolapin me njërë. Po shka e ka zanullën dolapi se. Shnash, Allah, shnash. Se ka zgjidhje për krejta. Lova, mujteq, qështë kam sët? Po mirë, po. Dishka s'po mushe sot. Se bre vlo, që ka ndodh? Se ti normal, edhe kur ki na I dert, na I senti fort, nuk jepesh? Po. Po ndonjëherë, ki dini dert madh. E s'mujtësh me përtip, e me majtë mrena në zemër. Po, a I liko të lo, shka pas ka kriz? A ber vlla. Sot sabale u qova herët. Kur peshon hamam gjik. E këshin ligjomin me gjyrë zez. E une patalon pak që tajrosët hamam gjik jama. Badiava. Qysh bre lo, dolapin e kanë ly. Po kujti ka shku menja me bo këtë zeza? Qfar arsye ka posa? Nuk e di vlla. Po, e din veçaj që I sjellët në krije me bo zëllum. Po, ka zot. Po, qashtu vlo, qashtu. Ibrahim. Veç ti I ban këtë dresh një lak. Shka tha? Kur gjo vlo. Po, do shta me dvet dishka, se më ti po bona goti me dvete, s'po muj. Po, falë për Jusuf. Nes janë dash prej fillimit, dash prej fundit. Për tokën. Shka për tokën? Ka dal bre vlo, ka dal. Mos unë nëzej me njëherë. Tash tas qarej, ka dal. Baba në I pa do hisën të treve. Bile, ja qela këtë muhabet edhe Ibrahimit edhe I ke razi me fol me ty. Edhe? Po, kur e dojti baba hisën, ty t'la ma shumë e neve na la ma pak. Edhe Pa thonë baba, për qatë hisën që ta kalon ty ma tepër, nëse kena nevoj unë edhe Ibrahimi me na I dhonë neve. E di, unë shumë mirë këtë muhabet. Jo që e kam harrua, edhe unë në të vakt thash.
Pse baba mu e ma shumë po ndan hise, e atina ma pak. Po baba ju kishte njoft shumë mirë se kush jeni. Po, nejse vlo, nejse, po menoj që ka ardhë koha tash me na i dhonë qatë hise neve. E keni fol këtë muhabet me Ibrahimin. E të na mështu, nesër mas nesër tokë s'ka, se kohës nuk I dijet. Po, mirë vlo, po I kemi fol mirë këtë punë, po do najti neve qatë tokë, e t'ja nismi na ta punojmë. E di sa punoni jo. Vesh për me nëzhe fitin punoni. E po. Mas jash, amanë t'i babës. Merne, ne të shkoj edhe qevi se shkeju kamet. Vlo, atë Zabelin në të katunin tjetër atje. Edhe për ta pa të thonë dishka boba. Zabeli ashtë I jemi. E nëse ju ka hikë sini edhe për qatë Zabel, që më kalon baba amanet, mërë në dhatë, hani, por një sen mos harroni ju të dy. Në hak, mos më heni kur, jo që s'keni meja po harin, po Zoti, ka me u djeg aty, ku ju dhem mas shumë ti. Mas falë me vla ashtë, mas falë. U kry ki muhabet, se para tokë jam kujdes une, se herë dhe kurdo, ajo tokë kam ju dasht juve, po që shë shitët pjesën tjetër, edhe kësaj s'keni me e pa hajrin. Nejse vla, mos ta tjerë me shumë muhabetin, po të shkojmë nesër dhe të qesmi me tapia në mëntonin, po një me edhe dishka doshta me dvetë. Shka ka këtu qëtër me folë. Mas ju kry puna e tokës, mërë dhe Zabelin shqitne. Shpijat. Shka shpijat? Mës përdoni edhe shpijat me mi marë. Jo be vla, ka dalë mësë nërvëzë, po I kem një dy mishteri që dojnë me ble edhe shpijen tem edhe të Ibrahimit. Doni me më prunë konak njërës të huj, pa e vedh vlavin e doni mu largu. Vallaj vlo, na më ka ofru një shmim bejgi I mire, nuk është për më refuzu. Shile gojen. Diljashtë. Diljashtë edhe shqit mës t'i shaf. Kur hajt mës pafshi. Vlo, do është ta me dvejt diqka. Hajde, alik voht, falë vla. A të kujtuhet një fardolopi të Muhameti? Te shpia në atë katunin që e ka atje? Po, edhe shka? Më pa të kalëzu krejt shka I ka pas ndodhë me atë dolap. Jo. Ja kish pas ly dikush me ngjyrë, veç mos që ka aburriot. O vla, po hitë që ti pash zot. Edhe ti me men të Muhamedit më mirësha. Pa leja I ka ato mizët në parkurije, shka s'menon të pash zotin nësë. Jo, une s'po mirëna me men të Muhametit, po mirëna me men të mija. Edhe, shka po da me thonë me këtë? Ty edhe vlo që na dollëm këtë katunin tjetër me jetu. Hisën e morëm, Po. edhe Zabelin ja morëm Muhametit. Edhe ketë këtu e shitëm, e hojrin s'ja pom. Krejt e lamna për dugoj. Aj se ja bojmë dyqysh. Po, na ja bojmë dyqysh, po unë do shta me qelë muhabetin e qati dollapit. Pa leve vla dollapin, Se edhe mu ma kish ly dikush, ketë tërë ma kish bo. Le, ish bre, ish. Ke bre zot, edhe ti ve menën si ati vlavit mandi kësha pas krit dollap.
Po pse me ta li xhamin tije? Çfarë zori ka pas dikush që me ta li xhamin? Se di vallaj lo, kas po më shkon menja. Veç, inshallah nuk është ajo që unë po menoj. Hajde Allah, leja të muhabete, pash Zotin, mos u merr me dollape, e me xhame, e me ngjyra, pash Zotin lej. Po hajde, se ka funi e kena edhe këtë ujnë në serte, shkojmë deri në Dugaj të marrë me prapë. Hajde, hec, hajde. Hajde. Ish. Merë sakicën me veti, merë se na vynë. Pa lej vlla, shabat dhe një sakica, a gjën Dugaj, pash Zotin mos. Po hajde me pos me veti. O burra, pruna najsen me hongër për fmit. Po lypin me hongër. Nuk pruna. Ku të marrë? Tokën shka e patëm, e shitëm. Edhe qatë Zabelin neve që në takoj, ke edhe mu edhe vllavit Jusufit, na i dha Muhamedi, edhe ata e shitëm. Ku të marrë, s'ka? I shitët po, ku i qut parët? Mos i prunët najsen më kujdes për fmit. I murët e i hangrët krejt nga për dunja. Mos ma ngrej zonin shumë. Po, që bënëm buk nëjsen. Ajo tokë është konë tokë e babas temë. Se shë kam bënë e me atë tokë, është puna ime. Ajo nuk është konë tokë e babas temë. Fmija janë ritmo. Njaka me ikë. E që besa dhe mu s'ki me m'pas nëse ti vazhon qështu. Nësë më tjerë mua betë shumë, që shkëpjem atë bukë. Ecë? He, more zot. Po qysh ja morët ftyrën kërejt familjes. Po edhe vllavit ju i Muhamedit. Gru. Dhe ishta me full diçka mra? Fol. Jemi që ka fundi me i dore. Edhe qka? E atë tokën që jam morë të Muhamedit? Edhe Zabelin? E kemi shit edhe tokën, edhe Zabelin, bashkë me vllavin Ibrahimin. Edhe e keni hangër, edhe e keni pija. Menova me shku dhe i të vllave, dhe i të Muhamedi. E mas po ma shtrin dorën e po më një në shka. Edhe po ki ftyra la me shku të Muhamedi. Tu, Zotin të maroftë. O, mame! O, hajde. E mirë, lo, qysh je? Po mirë me thamë që. Qfar e mirë pas ka prunë këto? Jo, e mirë së më ka prunë heq, po pej hallit. Halikot, po, qfar halli pas ka? Jemi si ka funi me i dore, e erdha thash, mësh me ma ngjit dorën, mirë kështë e bu. Mërë Allah, as tokës babës nuk ja pat hajrin, e shitët, edhe Zabelin që ma morët nuk ja pat hajrin, po kur as njëherë nuk u drejtut nudhën e Zotit. O vlla, ato baba me njerës e me mune ka fitu. E ju? Shka i banë tokës? E di, Allah, e di, po nëm një mofsh, mirë, mësëm një mofsh, one po heci. Meri këto lira, ama ja jep gryestane. A more vesh? Ti e s'ti kshna dhonë kur. Po vinë gjëna fëmijët e tu. Meri edhe hec. Edhe herën tjetër, mos u meja për këtë punë. Hec.
Dështë me të veti shka. Hiq më sëm vetë kur gjo. Se dha I qetri erdhë. Vlla, po du me të vetë dishka. E di shka përdoni me vetë. Po mos u lodh në hiq. Po, edhe Jusufi ka në kënë këto. Po, me vajke. Për shka pas ka ardhë? Erdhë Jusufi. Tha vlla, erdha me të pase. Më ka marrë malli shumë për tije. Vlla, lek të muhabete se e di fort mirë ku I të gjujt gurin. E di fort mirë pse ke ardhë. Po, merë këto lire. E qaja u fëmive. E dec. Se marrë po m'vjet për katonarve. Hala me ushtri dorën. O Jusuf, Fale, gru. një copë tokë që japet e lanë fëmive. Erdhën borxhlit edhe I morën. Edhe qata, I morë qafë edhe fëmijët. E di, gru. E kom ditë që kom ardhë kjo ditë. Mirë në thëj ke vlave ma vete, po... Nuk e ngum, as unë, as Ibrahimi. Fëmijët janë largu kanë ikë për shtëpia. Edhe nga unë. Unë e sot kam I mbledh theshat edhe kam shku te baba jam. Kështu, mo nuk muj. Unë e zot. Më shkoj toka, më shkoj Izabeli, që besa më shkon edhe fëmija. Edhe krycën për qoj për borxhlive. Po ta kishe ngu vllavin tanë Muhametin, e të kishim nejtë që aty ku I na konë, s'kish ardhë puna deri qëto. E tu konë vllavi juve në drejt, e tu kujdes për juve, I hypët njerit në qafë. Edhe tokën, edhe hisën tjetër jam morët bile. Bile edhe qatë Zabel, shka jo vllavi juj, edhe që tyn I hinen hak Isufit, për që ato nuk jah pa hajrin kur. U largut pi vllavit, ja shitët shpijat, bile edhe njerin e huj ashtë në shpi. Po I ngrati prap ju duroj juve. E tash, I hupe fmit, e hupe tokën, hupe Zabelin, e hupe vllavin. E besa, edhe une I kom bo teshat gati. Do të shkoj të printe me. E di fort mirë pse keni ardhë. Ashtë ka met më pashit, ha? Shitët tokat, shitët Zabelin, shitët shpijat. As me du t'ishtë se mu e po m'henin hak. E moni men, shka ju pa të thonë para 10 viteve, ha? Qish nuk ju erdë marre me ikë për vllavit. Në shit shpijat, edhe njerin e huj me ma prunë konak. Gjaki nuk bëha tu jo lasën. O, boti të rovë. Po, ka ardhë vakti me shku në gjami. Ju thash, të harroni konakun tem. Edhe kur mos je shoma këtu. Jo, vlla. Kemi vendos me ardhë me ty, që atje ku I të shku. Vlla, e di se edhe unë edhe Jusufi kena bon shumë gabime. Po hajrin se kena pa kur. E për I sot kena vendos edhe unë edhe vllavi Jusufi marrë me ti bashkë në gjami. E po. Mirë pra.
Hyni mas meja.